2 persona janë arrestuar dhe një tjetër shpadhur në kërkim nga strukturat e policisë së shtetit pasi dyshohet se janë përfshirë në një rrëmbim me qëllim përfitimin financiar në Tiranë. Të arrestuarit janë identifikuar si Hysen Neza 33 vjeç dhe Kevin Neza 25 vjeç, ndërsa në kërkim është shpadhur Jurgen Neza, vëllai i njërit prej të dyshuarve. Sipas burimeve hetimore, ata dyshohet se kanë vepruar në bashkëpunim dhe njihen si persona me precedent penal për vjedhje dhe konflikte të mëparshme, si dhe dyshohet se përdorin lëndë narkotike. Hetimet tregojnë se 3 autorët kanë monitoruar për një periudhë lëvizjet e 32 vjeçarit, një biznesmen nga Divjaka, i cili kishte rreth 2 muaj që ishte kthyer nga jashtë vendit. Ditën e ngjarjes ai ndodhi në një lokal pranë zonës së Ish-Parkut në Tiranë, ku është marrë me forcë më njëherë pas daljes nga lokali. Sipas të dhënave të policisë, autorit janë prezantuar si agentë BKH-s, duke detyruar viktimën të hipte në automjet. Për të fshehur identitetin, njëri prej tyre mbante kapele dhe syze, ndërsa 2 të tjerët ishin të maskuar. Më pas, 32 vjeçari është dërguar në një ambient në zonën e Xhavzotajt, ku është mbajtur peng për disa orë. Gjatë kësaj kohe ai është dënuar dhe kërcënuar për t'i dhënë autorëve një shumë të madhe parash. Fillimisht nga autorët është kërkuar shuma prej 2 milionë eurosh, e cila më pas është ulur në 1 milion euro dhe më pas në 500.000 euro. Në orët e para të mëngjesit ai është liruar me kushtin që të siguronte paratë e kërkuara. Pas lirimit, viktima i është drejtuar menjëherë policisë dhe ka bërë kallëzimin, duke vënë në lëvizje hetimet që çuan operacionin e koduar hijet. Gjatë këtij operacioni janë sekuestruar automjete, telefona celular, një shumë parash dhe sende të tjera të dyshuara si prova materiale. Policia ndërkohë vijon punën për kapjen e personit të tretë dhe për dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje të rëndë kriminale.